Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka filluar prej disa vitesh, por një marrëveshje finale që mund të normalizojë raportet e palëve nuk është arritur ende. Përfaqësuesit ndërkombëtar në vazhdimsi përmes takimeve, deklaratave her pas here trysnive, po tentojnë që të arrijnë diçka. Mirëpo është Serbia ajo e cila nuk është ende e gatshme të pranojë realitetin që Kosova tashmë është shtet demokratik. E të gjendur në këtë situatë, shpresat janë kthyer nga SBA-ja e Donald Trumpit. Në lidhje me këtë çështje ka folur dhe ish ambasadori holandez Robert Bosch. Është shumë e vështirë dhe nuk mund të parashikojë asgjë se çfarë do të bëjë administrata Trump për këtë çështje. Duket se deri tani presidenti amerikan është plotësisht i zënë me tregtinë dhe çështjet e lëndëve të para. E fundit mund të jetë favor të Kosovës nëse ai shfaq interes për minierat në Kosovë, por mund të jetë po aq negative sepse një gjë të tillë pretendojnë edhe serbët, deklaroi Bosch. I pyetur për kërkesën e Vučić për asociacionin, ai tha se Serbia duhet të jap diçka që të marrë në këmbim atë që po kërkon. Asociacioni duhet krijohet vetëm nëse Serbia jep diçka të rëndësishme në këmbim. Nuk mund t'i kërkohet një respalt të jap ndërsa pala tjetër vetëm të mbledh, potencoi ish ambasadori holandez. Nuk e prisja që të zgjaste kaq shumë, veçanërisht faza para gjyqësore. Jam i bindur se kjo po ndodh sepse është në interesin e njerëzve që paguajnë për këtë proces. Kështu tha ish ambasadori Holandës në Kosovë Robert Bosch, teksa foli për gjykatën speciale, për legjitimitetin e saj dhe u shpreh bindur se ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të dalë i pafajshëm. Mendoj se është një gjë e tmerrshme që të mbahen njerëzit në paraburgim kaq gjatë, edhe sidomos ata që erdhën këtu vullnetarisht si Hashim Thaçi, deklaroi ish ambasadori i cili gjithashtu, duke u kthyer në fillimet e gjykatës speciale, përmendi rolin kyç të raportit të Dick Marty, i cili pretendon trafik organesh nga UÇK-ja. Ai tha se ishte një raport i dobët dhe i pa bazë, por u përdor si arsye politike për të ndërtuar një gjykatë të re me ndikim ndërkombëtar, për të kënaqur kështu kërkesat e udhëheqësve serb të kohës si Boris Tadić. Sipas Bosch, dënimi i mundshëm i Thaçit do të ishte turp dhe skandal për specialen. Të turpshme ai e quajti dhe vendimin e gjykatës për të mos e lejuar ish presidentin Thaçi për të marrë pjesë në varimin e babait të tij në mars të këtij viti. Sirenat e alarmit po dëgjojnë në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë. Kështu e nis shkrimin Media Politico në versionin europian, duke raportuar përdorjen e zgjatur të Rusisë në Ballkanin Perëndimor dhe përpjekjet për destabilizim. Me vëmendjen e Europës të fokusuar në Ukrainë, tensionet në rajon janë rritur, teksa politikanët e zonës dhe ata të Britanisë shohin me shqetësim faktin se Vladimir Putin do ta përdorë këtë moment për të thurur plane trazirash në vendet e ish Nënvizoi Politico duke theksuar se është në interesin e presidentit rus që të mbajë buzë greminës së vendet që përbëjnë Ballkanin Perëndimor, të ketë një popullsi të destabilizuar dhe të zhvillojë një luftë kibernetike dhe hibride. Politico sjell në mendje gjithashtu dhe problemet në Bosnjë me idet separatiste të Milorad Dodikut dhe akuzën e Kosovës ndaj Serbisë për sulme në territorin e saj, gjithashtu edhe të Beogradit për dhun ndaj pakicave serbe. Për këto probleme ekspertët shprehen frikën e tyre se Rusia po përpiqet që t'i shfrytëzojë për të krijuar probleme në kopshtin e Europës. Tani për tani ata duhet t'i zgjidhin këto probleme ose do të vazhdojnë të jenë shesh i lojrave të Rusisë, tha një zyrtar i Mbretërisë së Bashkuar për Politico, duke shtuar se tani është momenti për të shfrytëzuar dritaren shumë të vogël për pranimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.